Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Erdhëm për pak kohë shkpotëm nga Prishtina, zbarkum, erdhëm këto në fshatin e njohur të rapsodëve të njohur, shumë njohur shqiptar. Në fshatin Mleqan të komunës së Malishevës, aty ku ka ushtuar jo vetëm kënga për heroizmin, traditën, por sot ushton dhe puna e një fermeri jashtëzakonisht punëtor, siç është Avdul Kryeziu, i cili që në moshën 21 vjeç kishte menduar të migronte për perëndim dhe babai i tij kishte mundsuar shitjen e një toke për t'i mundsuar Avdylit që të lëvizte diku në kërkim të një shpresë mbase më të mirë në rrethonat e kohës. Sot Avdyli ka 56 vjet dhe nuk është pishman fare pse nuk ka migruar, që nga ajo kohë në moshën 21 vjeçare dhe pse kishte lëvizur, kishte kaluar ilegalisht kufirin në Maqedoni të Veriut, Maqedoni atëhershme, ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, për të gjetur biletat dhe për të udhëtuar në Gjermani, që nga ajo kohë në moshën 21 vjeçare kishte vendosur që parat për blerjen e biletës dhe udhëtimin për Gjermani ta shndrojë në ambicin e tij, për të blerë një makinë për prodhimin, për punimin e drunit. Abdul, të falenderoj shumë. Mirë se keni ardhur. Për kohën që gjetet jesh me ne këtu në këtë fshatin, po them, ku ka ushtu konga burimore shqipe, e ripërtrirjes, mirëmbajtjes së asaj historie tepër të çmuar traditës tonë, të atyre herojve që e ushqyen në mënyrë të vazhdueshme idenë e shqiptarisë, idenë e nevojës që komi të mirëmbahet me rrefimin e herojve kundër çdo pushtuesi. Faleminderit edhe një herë për kohën. Mirë se keni ardhur. Për këto jemi në plantacionin e Avdylit që ka të mbjelluna këto 26 hektar me plantacion të një lloji të arës mjaft të konsumuar në Kosovë për tregun kolektiv, e me shumë detaj na flet vetë Avdyli. E përmenda Avdyl në moshën 21 vjeç që kishe menduar të lëvizje nga këto për të shkuar në Gjermani, me një vendim mbase jo të lehtë, që kishte marrë edhe babai në atë kohë. I ndjeri pat shiti do tokë për më dalë me bëna një jetë pak më të mirë. Jo me vllaun. Me vllaun bashkë. Asjoni në kishim takt akkurat të dilëm jashtë. Edhe kështu e gjenjeva për bileta në Maqedoni. Baban e gjenjeve në atë kohë, ishte 21 vjeç, po? Edhe shkova në Maqedoni shkop, u mënova legal me shku me autobus, më kthete në mrapa, ishte atëherë si i pasaportat, edhe jam detyruar kam kom shku. Edhe kam gjetë një prodhues të makinerive në Gjergjo Petrov. Gjergjo Petrov, po? Edhe atë kam godit një makineri, po? Të Llamparis, një maqinë me 7-8 operacione, vlera ishte njëjtë, sikur të ishte punë e dalë jashtë, edhe kom marrë makinerinë. 21 vjeç. 21 vjet. Po kur erdhën në shtëpi, çfarë jo thash edhe 10 ditë tash prejnë biletat, ai edhe 10 ditë vike makina. Po. Për makineri ka qenë idhëtar edhe plaku. Po. I ka desht. Kur erdhën makineritë, vëshim veç më bëfasu atë po që se kam ndërvan me dalë jashtë. A e kujton atë periudhën babës që vendosi? Po, jem kalpi për qafe, tha se nuk e kisha menduar asnjëherë këtë. Ata shta për di që vetë në smërin. Edhe s'jam pishman ta heqë, sepse e kom je katë pjesë.
E shiti tokën që të shkonit jashtë. Po, do të që kena vazhdu, deri në 97-ën, në prak luftës, këm shku 100.000 marka maqina. Gjatë punës, 93, 97, 100.000 marka maqina. I kena rritë. Kini shtu. Po, i kemi shtu. Lufta bonit vetën, po ja vleti. Njëshëm edhe pjesë e luftës. Respekt për ju, për këtë luftate. Ishte vllai mas me që një ndër celulet e para. Nësa këllbashu të neve këta. E kështë, më radhe. Unë i këm nejt pak ma ofër, i veshën s'kam qenë, kom këndribu mjaft. Do s'jam pishmaneq, dhe jam me krenari. Do s'jam veteran, ku mujtë më po. Po s'jam e veteran. Mas luftës dollëm, flejnë të mi një vetë në shatër, as makineria s'për gjohën, i arrekëm punës prap, i arretëm. Veç a dhe punën, veç vëlletin. Veç vëlletin. As kem pas kratë shtetit, krajën e Një shtetit. gjahë kishe veç vëlletin. Krajën e shtetit që kem pas më të mirën që jena dalë, enëm, shlirë, flasëm shqip, dalë polici, folë shqip, shkën administratë, folë shqip, nuk thënë askush. Ajo arritja jonë ma madhe që kina mëndu. Për që se jena pak të Abdul të ikja njerëzve që po levizin, qka brenë ma shumë edhe këtu në Leçane, ku do që shkon? Mu më dhimben rinia. Rinia më dhimben shumë. Më dhimben krasë që kur me qenë fëmija me. Ku dënë trevat Kosovës në levizëm, kem me arra që i managjojmë. Gjdo këno munges e trive, ashtu ashtu edhe më shatonin. S'po mëj me kuptu ku e gjojnë arsyen me dalë jashtë. Ku e gjojnë arsyen. Ku sot nuk janë pagat si kur të kanë qenë ma herët, janë ma të mira. Flenë shpit vetë, s'pagun qira. Nana, gruja, po motra e lanë teshat, ja përgadit ushqimin, e shkon në për dyrës të halgët në për Evropa në gjëna. Ka nanë që hepër me mledh, ja vlenë. Veç mos me dalë jashtë. Se edhe një sakrificë për me rujt venin tanë. Nuk më veç pare gjithë shka. Nështë ta banë një lekë bak ma të madhe jashtë, po ma e mira këto. Ata që vendosin me nejtë Kosovë janë thu heroj të kësaj epoke, nëse me një shtu. Unë, nështë ta dikush preket, unë e thamë sot janë ata patriot e vërtet që kanë qenë vitet ka moshme, deri në luft, edhe mbas luftës, patriotat vërtet ata që investojnë në tokën e vetë. Se e kryon një bazë që jam vendas që du me nejnë tokën tem. Narin tem, pasunin e babës, apo gjyshit, apo vetën që e ka po, ata e në patriotat më të maj. Në mesin e tyne kam shumë mërgjimtar nga Zvicra, nga Gjermania, nga Kanada, në Amerikë, ka mos në për Europë, që kanë bon një njërës disa vjeqare atje, janë të këty në investime në plantacione me arë. Që nga gjë mirë kjo. Po, Ju se ata i menaxhoni njëherë... Abdylit të ndëruar shikues, për pos që ka këtë plantacionin e ti që nisi Kam nisë me 50 arin, Kam nisë me 2014-ën, po, 2015-ën kam shku me 8 hektarë, po, 2016-ën kam rritë prap, deri vitin e kalumë. që në kanal heqëm. Jo, jam kohë pas kohë, nuk o një investim Po, krejt i letë, se Po. ti duhet i për me prit 4-5 vite, po 4-5 vite pret edhe Rezultatin e po, parë. edhe 4-5 vite pret edhe në përëndim për Po. një parë dokumenta. po, Nuk on që dishka që e prit që me modë, se on një investim për 100 vjeqarë. investim kultivimi i arës, Kultivimi i arës, qëndrëshmërin e prodhimit e ka mbi 100 vjetë, dhe në 60 vite rritet vetë. 60 vite. Dhe në 60 Pa nevojën vite që- rritet vetë. Që do me thotë, edhe 40-50 vite tjera janë të deri sot plakët trupi. Po, Janë për 4 gjenerata. Po, ki 20 Ne investim on për 4 gjenerata. Këtu ku jemi kem 5 hektare gjys, tjera ti kam në përfshat 18 hektarë, po, tjera kam në rrethin e Prishtinës, e qështu. po, këtyre mërgjimtarve javë menaxhon në gjithë Kosovën plantacione që kanë vendosur me investu. Kam në Kamenic, Po,
kam në Teklokoti, kena në Gjakov, kem Pej, Vetë jam menaxhon. po vetë, javë kem sjell fidanët, javë menaxhojmë, vetëm ujitin e marrin atë për pronarët, se do të për 2 orë, 3 orë më në me shku me në ujitin. Po. Jem në distancat larta. Nga janë këta mërgjimtarët, nga Gjermania, Zvicra, Kanada, Amerika? Janë i vendas ato që ku i kanë mjellarat. Po, nga këto vende? Po. Kanë migru në kona ndryshme? Kanë migru në Të kanë kontaktu? Po. Dhe I ju? kanë po emisionet e mija, kanë po i rezultatin, ka që kanë arë më kanë vizitu, Po, më kanë japë i kurajo, po, se nuk kanë veç mjetë e me Po, dhonë, e me të forcu, po do të kurajo. po. Çka i duhet njeri, Abdul, për me po? Veç me desh në shpirt. Kur një gjatë tjetër? Kur një gjatë tjetër. Po e dashte, Po e dashte e banë. e kalon çdo bjeshk, çdo stop rrugës që vëllë. Vullneti është më rëndësi. Ata vullnetin e vitet të 90 kanë posë për me prej tokën e Evropës. Kanë kalu bjeshk në Zezën, kanë kalu detna, Po. edhe kanë mëri. Po. Edhe këtu jem që më në mërinë. Po, kalon të pjesë ndoshta për ta Qesh, pa një lloj mujna- fidane, jena në muajin maj. Janë filizat e partë të prodhimit, Po, na vje kolegu këtu. filizat e partë të E ka arës. dëmtuar temperatura? Pak? Pak. Që ishte e lekonshme në ndodit, po? Janë Qa vajarë është kjo? Qëndër. Qëndër. Nga Kalifornia, Po, e shartunën në Turqi për shkak kostës dorës punës. O ma e lirë. po. Edhe i përshtatët klimës të hitë shartimi. Se dhe na këtu kem kultivu, po marsin e kem shumë tegër, lehati është i temperaturë dhe i dëmë të i ke Po, fidonë. na del ma këtu. Edhe- Do ko që po e bëjmë këtë, jemi në menaxhimin e Po, kamermanit, po, me po, meshinët që famja, me talë. Ishim pa tjetër. I dohet me qatë disciplinun, Po. gjatë orarit punës. Trupat janë shëndetshëm aktualisht, i dëmtoj kjo lëkundje temperatura? Gjethet ka pak i ka dëmtu dhe frutat. Ka pak i ka dëmtu. Po jo sikur do vene tjera. Kultivimi i arës ka nisur e vërtet nga 2000, nëse mund ta them në mënyrë pak më aktivisht në mbjelljen sipërfaqe Me sipërfaqet ma dikun ka 2016 e tutje. e tutje. Po. Kenena. Sa keni kapacitetin jo dhe të tjerë prodhues për të përmbush nevojat e konsumit për një vit? Sa prodhues vendore përmbushin nevojën e konsumit? Janë dikun të 500 hektar janë vjele në Kosovë. 500 hektar. 500 hektar. Po. Konsumi për kokë banorit i vjen dikun deri në 10 ditë. 15 ditë s'ka më shumë. Që i bje, 90% na duhet me importu. Po. Arën. Po. Çmimi i saj është I mira. i mirën. I mira. I mira. Ne në Kosovë 90% 90% e arës, frutit të arës, hynë nga jashtë. ndërkohë që vetit e arës si janë të jashtëzakonshme. Janë shëndet. shumë forta, janë shumë bukura, shumë mire janë. Për Ju nuk- shëndet janë shumë mire. Aktualisht nuk ka krizë për tregtim të arës, për shitje. Jo, fare. absolut. Po t'ishte kretë Kosova me male, bjeshk, asfalta, me këta kulma që i kem, Po. kretar i treg Kosova. Vërtet? Po, vërtetë. Do është një gjatë që mbase edhe shembullit mund t'i nxisë këtë tjetër. Në të mos lëvizin nga mos këto. hezitojnë në të mjellin, unë vetë bifidone. Edhe ju thamë, o millni, se unë jam marrë frutat, hiq për mos i bëni të unë, treg ka mjaft. Se nuk jam gjeloz, pse kam bënë mas talon rridin apo atit. Sakt. Po mundona me shtu hektar. Edhe me një qmim shumë të favorshme edhe fidonin ja ofroj. Kostën e punës ja ofroj. Vetëm mis të mëllu me do korajre, me ardhë deri të mbjella, deri të menaxhimi. Sa ma i fortë, sa ta menaxhojmë ma mirë, aq ma shpejt dalim hitë. Klima është të përshtatshme në Kosovë në raport ta zëm me Serbinë, me Maqedoninë e Veriut, me Shqipërinë, Shumë ma mira, shumë ma mira. Malin e Zi. Kosova ka Shumë klima ma ideale mira. për kultivimin e arës. Jem ma mirë se Serbia shumë, Po. jem ma mirë se Macedonia për 2 grade kem ma ullë hitë temperaturat, Po. ashtu jem edhe me Shqipërinë, që dhe me thonë, ara i përshtatën çdo vend. Ne preshtim, rreth lëmejve,
apo ku qëndron ujë, atë nuk e preferoj. Natyrisht. Ka armë, ka bo porosin, ku jem shku, kom po vend, kom thonë, nuk u zeme mjell. Unë e mjelli, i marrë lek të fidanit e punës, ara këtë nuk banë. Me ato që thu, për fidanët e arës, E arës. janë të një cilësie të jashtëzakonshme Ato jo që ka rendiment të prodhimit certifikuar, nëse më të ta certifikune janë. Interesant për lëvizëm, ka të nga thotë matutje kolegu, por në këto vitet e fundit, Abdyl, apo she vullnet njerëzve se lëvizje ka mjaft, që po ikin nga këto, dhe kudo që shkojmë edhe në vend ndryshme gjejmë raste si jo që kanë vullnet, që japin shembull, se në Kosovë po jetove, mund të jetosh shumë mirë, pa atë një gjahë, vullnetin. Vetëm vullneti duhet me qenë. Deri për sa kemi një vullnet me bëhe një makinë të mirë, pa kushte, pa mirëmbajtje, se ti duhet edhe me mirëmbajt. Ta kthejmë qatë pozitivitet të puna, se gjatë punës i ti i bën gjitha. Jo veç me shku të një standard, se nuk jam kundër standardit, po të investojmë venet e dune, ku mujmë tani me managju dhe shpijen. Se shpijen për e bëjmë del 200.000 euro, po për çdo ditë dojnë mjeta e shpi për me mirëmbajt. Nga mosha 21 vjet nuk je ndalë asnjëherë. Asnjëherë, kam pas Se dorëzuar kur thu. 2 herë kam startu me zdruktari, do me thonë 93-98, që ratëm gjatë luftës, në 2001 deri 2020 kam investuar prapë në zdruktari, kam hi makinerijet krejt. Ende je ki. Ende, asë nuk e jek, ato e kam ondar ato hi për me punu. Vërtet. Vërtet, vetëm që tanë që jemi në kapë shumë në ora kënena, ishin fëmija në për shkolla, s'desha mi pengu, dhe jam krenar që kena mujt të pakten vetëm për mi shkollu ata nena. Ke sa fëmijë? I kam 3 djemë e një vajzë, Me gjatë, 12 më kanë kry fakultetin, njëni agrobiznes, njëni në mbrojtjet bimbe, njëni në banka financa, e qështu, edhe 3 vajza vllazëve i kemi, edhe ashtu në fakultet, edhe njënas këtë vit veç e profundon, e qështu. Me dizajna, që dhe me thë janë lidhë gjithë kapak që sektorët e këtij sektori. Po, që për në fund, ndoshta mendoj që kanë me punu tonë së bashkë të japet. Nga i paske duku që me netë këtu. Po ndoshta edhe puna i ka ba. Se qysh mosh 3, të e pa djallin e lajqera për shkollës, aje punon... Flamuri, po, me flamurin, nuk ka me keneri që se përdor. Vërtet? Vërtet. Po e shën nga jo. Po edhe të mësimet janë shumë okej. Shumë okej. Me mastera? Po. Punën e kanë në... Nishë kanë. Punën e kanë zemër, këtu tjera të i krynë që. Tash me thoj që djemë të më kanë kryjë fakultetin, me afotet regla me krejt, edhe asë një ditë së më kanë lë punën uqë. Ato veç e kanë pasë shpejt dashni së pe vullnetit. Nuk kanë lanë asë njëherë? Asë njëherë vetëm. Ja. Se këndje vetëm vetëm? Absolutisht. Cilat gjatë bënë më një maj përmbushën? Familja? Ajo në ishi qelësja. Familja? Familja o qelësi, fëmija janë endet, unë në mosh jam 56 vjeç, po unë jam me fëmi krazi knasijës tyne, unë mundona me ka krazi me ta i vllazër me ta, që jo që jam prind. Edhe ashtu i veprojmë punë njëjtë shkut. Se ata e në shtylla numër 1 që dojnë shtytin që ti me... Vullneti tyne po të bon... Po ende. Edhe... Mi hek ato vite tjera. Ketë mi hek ato taksiratët e të kalume. Nuk zgjodhen mërgimin. Jo, bile vërrejshëm. Me dalë kanë qef me shetit, kanë shetit. Po se janë mësu me hongër bukën dorë herat rruga. Në sofrë janë mësu, në restoran janë mësu, ku shkoj me hongër bukë. Po se janë mësu me pa që shkanë parë rruga hitë hongër bukë. Se janë mësu. Se janë shkollu ashtu. Si fëmi.
Një, po të shoh që puni është i përmbushëm, edhe me emocion ka vetë. Jam mirë jam. Jam mirë, po më vjen gjëna për tjerëve. Tash më vjen gjëna për gjënata të reja. Më vjen një gjëna. Shkollën tonë i kem pas dikon 550 nxënësa, sot janë 200-300 nxënësa. Apo pollata o rrit, martesat janë rrit, fëmija janë rrit, po ku janë? Krejt janë jashtë. Të dhem kjo. Shumë. Shumë. Një armik i padukshëm i kësaj kohe, nëse mund ta them kështu. Gjëna. Në Koldirije. Vitet të 90 janë kohë 3-4 fushat sportit që kem lu nalt. Sot një kene edhe kem bi perfekt në bërë shkollës, nuk një zotë fëmijëve i të lu mas dite. Leja më të ritmit, po fëmijëve s'nit. O gjëna. O një shpërngulje e programune. Si? Shpërngulje? Shpërngulje që diqysh që me qenë e programune në heshtje. Pra do të është një armik i padukshëm. Një armik i padukshëm. Falenderoj të uroj shumë sukses, Avdyl. Sparim këtë vullnetëse me të vërtet. Mirë se ardhëm. Ku do që levizim, shojmë një klim. Kem nevoj jo për punën e Avdylit, po me ju të regu tjerve që ka bëhat me punë. Po deshte. Deshte, kem mishin sa 1 kilogramesh. Që thojnë nuk ka hedhë 12, 13, 14 varë, çfarë cilësie? 15, 17. Mundesh me pula, mundesh me bletun edhe blet kam pas, 320 copa bleti kam pas. Deri sa heten me bos përkatje me lisheva për rishna, edhe atëherë do të me zhduk, me hikën. Se veç që më dëmbësh. A pa i bohin nuk banë, se s'moj me nejtë pa tu, se këm jetu me tu. Që me bleti, deri qumshin e bleti se kam zerë. Me operatura që kam pas aparatin përej vendit në shishe, pa ndikimtarit ishë. Falenderoj për këtë kohë që gjetët jesh me neve në këto pak qatë them minuta. Ishte nësi për mu. Për me ri sjellë se ke sjellë për shembull, me ri sjellë, me ri kthy. S'moj me mshef ato që kam. Me ndi zemër ato. Ridin e kam kam për sjellë, ndoshta kom nejt edhe pa gjë me dhe i lodhën kam qenë kom për sjellë në për emisione. Me të vërtet? Me të vërtet. Falenderoj. Hera por që bërë. Hera Avdyl bëna po, ka pak edhe na po dalmi pi Terezis në herë kështu, vëllai. Po puna juj duhet kanë herë edhe me dalë që për mjedhezmi që tjerë. Po shkojmë për shumë edhe makinerin që e runë me pasion. Me pasion të jashtëzakonshëm shumë nga mosha 21 vjeç, kur kishe që shkove në Maqedoni dhe... Dhe falenderoj edhe njëherë, po lëvizim ndërkohë ne. Unë falenderoj edhe njëherë, kështu nuk e kam falenderimin veç sa për me thonë, po për një merë po të falenderoj. Që na prite në mleçanin herojve jo vetëm të Sharkisë, po edhe të Pushkës. Që këtu interesant të në fshatin tonë, e kem pas edhe mullinin para 150 vite, Blumjes. Bugdhanca kanë qenë gjithmonë himleçane, janë kotë të dalum, pe fshatrave tjera. E kanë pjek pak ma ekstra bukën se të tjerë. Këtjo veçantia thu, po? Nuk ka vetëm tash që i kem, po i kem pas ka herë. Në tradit, në ranje. E keni në cungë, si që thonë. Interesant, kjo është veni ku runë, është pjesa aty janë dhe pishot drasat atje, ndoshta i ki për funksionet të tjera? Do drasa ashtu i ruj, kam copa qenë me vlera, i ruj në tardmen. Zgjedh. Po, zgjedh. Punën me dru e ki merak. Merak, që hina nod edhe shef. E ki odën këtu, po? Po, i punë dorës që kam ba. Po. Po makinerin e ki këtu? Kam makineri kënena, kam këtë pjesën për ara, që jam të depo për puneme këtu. Vetëm të shikoj makinerit ato që i ke ato makina që ke sjellur nga Maqedonia asaj kohë? Jo, se kam ato nga ja, ato e kanë shkatru. I kam tjerat, po unë veni pa poster. Po në e shumë i makinat... Industri makineri punë që e runë. Me sistem të ventilimit nga makineria deri në... Cilën punë e bon me drunë ma me qef? Nga prodhimi drunit? Gjitha. Gjitha? Gjitha. Se për para në vesh odat e këto ki drejt me lamëri me drunë. Kam bo dhe oda shumë. Odën që e kam, unë e 65 mbas luftës. E 65? Po. Edhe me ta kam bjullë. Me ta me odë e kem bjullë? Po.
Interesant. Kjo është punishtja që ruan me pasion Avdyli nga këtu nga Mleqani, e që nisi punën me përpunim me prodhim druni. Kam fillu me një makineri, kam shku me 6,97. Po. Për cilë kolegu mësoj Gjiron. Ta është janë pa posra, se hitu punu, hitu prunga letet, hitu lënë, se nuk e shfriz. Qa ke prodhu për herë parë? Po. Qka? Kam punu me lamperi. Lamperin e ke njësë prodhimin e lamperis. Parën se ka qenë ma let, puna maron ka qenë me mojtat drasën e ranë, me 8 cm, 20 e gjanë, 4 metra gjatë, me qunë 8 shorës. Me precizitet. As ka pas balak që e shtynë, po me dorë, me brez, edhe ndure kom mojtë. Lamperi, do më thonë. Po, tanë që kom shku tjiret. Oda, ka qenë punën që ke bo, veshin e odës me dru, ka qenë puna e fundit që ke bo? Jo, ku im punu, po për punë t'jashtme që kom punu me oda e punit. Abdul, jena në pjesën e kësaj makinerie që e ke mbledh e ke koncentru këto. Po. Interesante. Sot janë aktive, thu? Janë gjitha aktive. Cilën punë sot e bon Mamet Shef në ndrunë? Levizëm ma këtejt, besoj, për ta pa makinerin. S'pë di se mbas të fihin njënën tjetërën. Jem mbas të fihin njënën tjetërën. Mos me lëndon... Punën me punë, që mbas me lëndon. Shiko qëfara. Se mundet me qenë hini bujashk, ma vleshme se 1 metër katror ari. Drunin e nje. Mire nja. Nuk ka loj drunit që se kom pas në dorë. S'ka loj drunë. Asë ke pas pasion edhe Edhe ekipës. magonin kun shko, kom marrë, dikun gjete, kom punu. Magoni, po një drunë specifik. Drunë afrikan, kom marrë loj, që ju ka vy dikuna, jo punës nuk i kom thonë, nëse ka egzistu në mrana tokës e kom gjithë. Dorës pas heqende. Jo, s'kom Me heka seke. reaktivizu këtë makineri. Dal nga dal, ndoshta edhe një 10 vjetë dal në benzin, që si në benzin në tanë që mirë në mesanë që i muj edhe ta të nejnë heqë. Mi u garu. Po vazhdojmë të edhe të oda për ta po? Ato i kam gojbet që i përdorin bjeletaram. Ato pjesë po. Mirë shumë. Adin që kom lënë shumë, si kur depo tash e kom bo, se s'jam të punu, si depo, alë gjithë sa në funksionale. Po shkojmë të oda, edhe është. Mirë si të gjetëm. Mirë se erdhë. Në këtë odë që është... Odë e vogël, po... E ndërtume? E ndërtume në 2008. Sepse ishte rënuar, të shkatruar. Ishte shkatruar. Çdo gjë shqiptare në kodit. Ka qenë edhe para luftës. Jo në këtë model, ka qenë e rregulluar, po ka qenë çdo sa në shkatruar. Këtë odë ke veshur me këtë lloj druni. Janë 14 lloje drunit. Punë duket me shije, me mund. Nuk kam ngjyrëna, janë krejt drun natyral, janë 14 lloje drunit. Me 14 lloje. 14 lloje drunit i ka. Këto është plaku, babai. Indjeri. Po, Indjeri. Dritë pas shpirti. Faleminderit. Ke 3 shkronat e arta. Po, se pak të nuk ishëm sot këtu. Pak të nuk ishëm. Kja ishte vula e Kosovës, e lirisë tonë. Inshallah e gëzojmë edhe e përjetojmë jo një shekuj, jo një milenium, po për sa kohë që të përjetëshëm sot ka njerëz. Dhe sigurisht këto e keni frymëzim edhe nga prindje kam. Nga prindje edhe heroizmin. Edhe nëse mund të dalim mbrapa që të marrim edhe nga prindje, nga vetë edhe që dashuria, pjesë e luftës ka qenë vllau, edhe 2 tjerë, unë edhe 1 tjetër, kina qenë për krajet tyne, kim marrë pjesë në fronta. Po veteran nuk jem, veteran vetëm aja. Se s'du me një losë vllaun tem, kafën e parë më nxesë pi me ta. Me vllaun? Veteranën, smoj.
Edhe pse nështë kontributet e paraleli kem posë. Po në smuj. Smuj ndërgjigje në këm lënë. So një sen i shrajt. Një vlerë e shrajt, u që kjo ka qenë e shrajt. Zdu me një losë. Zdu me kom vlerë paralelën e me ta. Kem kontribu, kem asë, po në veteran smuj me. Sepse e shef vllahun që E shef vllahun smuj. Smuj. Mas pore me ta, kisha shokët. Zdu me rrejt vllahun shokët, gruën, fëmijën e me. Du mi, për atë jam unë i plëcun me familje. Se nuk i rëgjenej fëmijën e me. sigurisht lëndojnë edhe kur mbas e she në Po, koment shumë. Dhe kundin është nga vendi kështu. Vazojnë. Janë mini që në diçka vetëm shatamin ashtu. O tërba. Duhet me pasi ndërgjegje. Me vetë vetën, t'je plasu fëmive ndërgjegjen, e rënë tjerve. Vlerën, a betëm aj që e ka, së mune të jeton me pas vlera. Aj që ka kontribu, aj do të me rujt vlerën. Të lëndojnë kur ishe këto komendet na për Facebook, që e urrejnë, e shajnë, vende pa hiç parësie me pa pikë turpi. Shumë, hini okupator ashtu dhe unë nuk më dëgju hala, ose në presëm për tyne, për serbë në presëm. Fymi e presëm gjitha, po për Shqipëllë, nuk i kësha prit. Të dhemë kjo, për e shë që i disi jetës dhe vdekës, u kom populli shqiptar. Shikoj ka njerë me orë, s'jam i vedvetja. Nuk jam vedvetja. Sikur që e patëm rastin e funit të martesës Lan Haradinët. I uroj i trashëgjen. Do tonë i në gëzu për adjollë që e u martu, isha Allah i trashëguat. Në ditën e martesës me pas fymja të merë. Me pas legjë ata njerëz as do të me jetu në Kosovë. Edhe nëse jetojnë në vendet të saktume. Me 20 korrekt pritët vendimi për ish kryetor të QP-s. Dharë zoti. Kadrive si Recep Selimi, Jakub Krasniqi. Dharë zoti që aja dit as mas shtyhet, po dhe tjetë e lirë për ta marrë në Kosovë. Pa lirimin e tyne, na jenë të përgjysmun. Jena të përgjysmun. Skënderbeu ka bo luft që përmanet që 500 sa vite. Që 100 disa vite përmanet Ismail Qemali. Ram tjertë, përmanet edhe Meshari. Kurse arsir Hashim Thaçi dhe këta krerë i kanë gjitha bërtytet 5 Skënderbeut e deri këtu. E janë mshel, edhe quhen tradhtar, quhen senet ma dëmshme, ma të fymë që stroni hi nuk të jep hyqysh më në mjetë qujtë. Një ratë e vogël e njerëzve që Një ratë e vogël, e papranueshme, e tushme, por ja që po shajnë në këto film. Po të ishte i ligji Amerikan, edhe këtë do të me bo, hi kuvendit tona ligjet Amerikane. Vesh ligjet Amerikane? Vesh ligjet Amerikane, a pëdojmë Amerikan, po, vesh ligjet Amerikane, së në dojnë neve Europiane. Spari, nuk e shë që më hinë plantacion dikush i huj, nësë janë ligjet Amerikane, se s'ka drejt në pronë private kërkush më fut. Nuk ka drejt në vlerat me të prej kërkush. Pra ke një veteran të Amerikës, kësore, që ka të gjonë. Sekundat janë hit 3-4 plumë i merë. A gjukon ven atë të që për ato. E të na i një losëm, i ngremi, i zhagë, më mënujt. Si Hashimin, si gjithë krerët e luftës me mujt do tipa, i këshin ngrej zhagi në për qytete, jo që veç e përshkrujt. Fatë që fatë barësisht, se kanë atë fuqi, se kanë atë gudzim. Se cili do pej atyne, që ka shkrujnë, për që ka dzojnë të remni, në të vinë, i qoj venin ku do, të janë paralel me ta, veç të qyre, ata në ta shkrejpe njën edhe i tipi shkrejpe. Ajo në ashtrim ato. Apas janë. Me 20 korrekt e tutje, në këto do të gjymoj Sharkia. Edhe për Nasim Haradini, neja por që bo këtu, mas lirimit hagës. Për Nasim Haradinit. Edhe dharë zoti. Da është ta në thjero, o vetë edhe mire. Po, pa tjetër. Falenderit. Priqi në kushim e nërë, po tëmë, gjithë, për këtë trashëgimi, për bëhet të përzonë në rëthona liria. Falenderit që keni gjithë kuën marnë.
Lutëm. Sa ma shumë emisione në për fermer, në për bujq, shumë e mirë. Po. Nuk o që jep ti lek atina, për jep kuraja. Ja vlerësën punë. Vullnet. Ja vullnet. Faleminderit edhe një herë. Shnet e me të mira, e faleminderit. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.